Territori shqiptar për datën 9 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në disa zona veriore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe pasditja vijon me mod të kthjellët dhe intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 13 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 18 gradë Celsius, Berat 10 deri në 18 gradë Celsius, Korç 3 deri në 12 gradë Celsius, Vlorë 11 deri në 17 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 17 gradë Celsius, Sarandë 10 deri në 18 gradë Celsius.